një projekt I cili tashmë ka filluar tash 2 vite, e që është në plan zgjerimi rrugëve Anasjeltas dhe ndërtimi I ri I Urës. Megjithatë tash e 2 vjet më saktë ka pasur probleme në realizimin e këtij projekti, pasi që gjatë ndërtimit të rrugës apo punimeve ka pasur neglizhencë dhe stërzgjatje të punimeve. Siç jetë në pamje, këtu ka frekuentim të madh të veturave, të cilat vinë në Ferizaj dhe shkojnë në Prishtinë apo në Shkodër për punë të tyre. Rruga tashmë është me gropa dhe automjetët sipas shoferëve po dëmton mjaft shumë në këtë pjesë, ndërkohë që vlen të theksojmë se ky projekt është konsiderohet një projekt nacional nga Ministria e Infrastrukturës, e cila siguron financimin pra parat dhe ka nisur si investim nacional, ndërkohë që Komuna e Ferizaj po merret me procedurat, tenderimin dhe mbikëqyrjen dhe zbatimet në projekt. Por aktualisht orta ka ndërprerje të punimeve për shkak se Ministria e Financave e ka bllokuar këtë projekt. Pra ka qenë një ndër projektet e bllokuara për realizimin e këtij projekti në Ferizaj. Ne kemi ardhur për ta parë nga afër vetë gjendjen e këtij projekti, ndërkohë që në pamje shihet edhe një rreth atje improvisuar për pjesën e trafikut rrugor, e që shumë shpesh hasim në probleme ne që jemi në pjesën e Ferizajit për shkak se ka shumë mbi ngarkesë, e tashmë gjendja do të jetë e njëjtë edhe gjatë sezonit veror kur numri I veturave do të jetë më I lartë, pasi që me ardhjen e mërgëmtarëve është numri më I lartë I tyre. E përveç kësaj ka pasur dëmtime të automjeteve dhe gjatë kohës kur ka pasur rreshje të shiut dhe të doborës gjatë sezonit dimror, ku veturat kanë mbetur në këtë pjesë pasi ka pasur rreshje të mëdha të shiut. Ndërkohë që qytetarët përveç kësaj detyrohen të përdorin edhe alternativat e tjera të rrugëve, në mënyrë që të shmangin rrezikun për aksidente dhe të ruajnë veturat e tyre. Pra siç po shihet këtu është një grop e cila është mjaft e madhe, mund të themi, edhe që nuk është sanuar as pak nga ekipet adekuate. Ne kemi kontaktuar po ashtu edhe me komunën e Ferizajt, më konkretisht me pjesën e urbanizmit dhe infrastrukturës, të cilët kanë thënë për Kanal 10 se tash problemet janë me Ministrinë e Infrastrukturës për shkak se nuk po gjejnë një koordinim të duhur, andaj që shpresojnë që Ministria e Infrastrukturës të ndryshojë përdorimin e gjuhës pra me komunën e Ferizajt dhe të nisën sa më shpejt këtë projekt, I cili është një nga projektet të arta me vlerë mbi 1 milion euro. Pra është një nga projektet që konsiderohet më I madhi në Ferizaj, e që pritet tash ndërrojë këtë pjesë të Ferizajt mjaft në një investim të bukur.